Ja, lasi mi dal aty. Atëherë vazhdojmë me pikat e rallye ditës. Konstatohet për proceduracion jemi 8 antar, ka quorum për vazhdimin e takimit. Në pikën e 8 të rallye ditës kemi ardhur sipas radhës. Në këtë pikë rallye ditës e kemi kërkesën e ushtruesit të detyrës së kryqëzimit të prokurisë themelore Mitrovic, për zgjatje të transferit të jashtëzakonshëm për 2 prokurorë të cilët janë transferuar nga prokuria në prokurinë themelore Mitrovic, dhe kjo zgjatje e transferit ka deri me datën 29/10/2025 sipas vendimit të Këshillit. Siç dihet, sipas gjitha thonat një orë më parë, për shkak të gjendjes së jashtëzakonshme, e cila na shkruan prokurinë themelore Mitrovic me prokurorët e dorëhequr nga nacionaliteti serb, ky këshill ka marrë vendim me i transferu ka prokuror dhe vendimin e punit e kemi marrë për 3 muaj nga deri me datën 29/10/2025. E keni para vetës me material pikat e rallye ditës, e për diskutim, a ka kush me diskutu për këtë pikë të rallye ditës? Po në Ariana. Faleminderit profesor. Në qenë se në rastin klasës është Kështu për fjalën unë para du t'i falenderoj këta prokurorë për tonë këtë kohë që kanë shku në Mitrovic në këtë transfer, sepse e kuptoj që është sfidë për të shku të thurë, por në është një qytet ke tjetër raport me qytetin ku jeton apo ku ke punu apo ku je mru si prokuror. Njëkohësisht e kuptoj edhe kolegën Arianën për do të thotë numrin e vogël, sepse thash pjesën e paraditës se çdo prokuri ka vështirësi, po gjithmonë duhet ta bëjmë një matje, çumi aty ku ka nevojë. Ne gjithë e dim sistemin dhe gjithë pajtohemi që asnjë prokuri nuk është makesë se prokuria e Mitrovicës. Shkak fakteve notore që i dim, do të thotë numrit të prokurorëve që kanë dhënë dorëheqje atje, të cilët fatkeqësisht akoma janë pezull, sepse një dorëheqje e tillë nuk është aprovuar edhe timin e zëvendësimit tyre. Prandaj nëse i masim tash këto nevoja me disë prezrenit dhe Mitrovicës, unë kisha thonë që edhe kësaj here do t'i përkrahemi këta kolegë, do a vazhdojmë, arsyeja është e thjeshtë, sepse nëse këta kolegë i kthejmë në prokurit për nga kanar dhe të tërgojmë prokuror tjera atje, keni parasysh, ta janë adaptu tani mo, janë familiarizu me lëndë, e dinë se cilën lëndë deri ku ka shku. Nga ajo që kom pa, edhe që kom dëgju, nga prokuria e Mitrovicës, ta janë të bëni punë shumë të mirë atje, që të dytë. Dhe ndoshta edhe për një afat, do të thotë edhe për një herë kishen mirë me i dërgu, respektivisht me jo vazhdu, mënyrë që mos dërgojmë prokuror tjerë atje, sepse prapë, edhe se dërgojmë prokuror tjerë, se nevoja është urgjente. Mitrovica ka nevojë urgjente, e krejt prokurive tjera. Nevojë ka çdo tjetër po urgjente ka Mitrovica. Këtë rast ndoshta një prokuror më tepër ose më shumë një prokuror tjetër nuk çon pesh, por Mitrovic, ta prokuror që të vazhdojnë punën çon pesh shumë, sepse vetëm përmes transferit të jashtëzakonshëm ne jemi duke mbajtur Mitrovicën. Ne dimë çfarë gjendje kemi atje. Këtë aspekt kisha kërkuar një kuptim edhe për prokurive tjera që tu vazhdohet mandati edhe kësaj here. Faleminderit. Dikush tjetër në profesor? Faleminderit shumë. Në sajt e asaj që tha prokurori Arian, unë kam qenë edhe në propozimin para në bazën e asaj që të vazhdohet me lëndë që kanë mbetë, me që kemi edhe proces të rekrutimit të prokurorëve, nështë do të ishte mirë pastaj të rikoordinohen edhe këta që dëshirojnë me vazhdu aty të mbeten, sepse për mua goxha me vlerë dhe kërkesa tyre për me vazhdu me qëndru në Mitrovic, po mbas të fundimit të procesit të rekrutimit të prokurorëve, nështë mundna me diskutu dhe situatën e tyre, si për shembull një zëvendësu Prizrenit dhe ana sjellta ose prokurorit themelore në Gjakov, nëse veç ka vullnet të tillë. Unë mendoj që të paktën për 3 muaj t'ju vazhdohet. Po, në,
Shajtohet plotësisht që duhet të vazhdohet transferimi i këtyre prokurorëve, duke marrë parasysh gjendjen e prokurisë përfaqësore në Mitrovic. Prandaj edhe në takimin e paraditës, unë ju ftova të gjithëve juve që kemi parasysh më të dëmtojmë prokurisë themelore kur vendosim diçka për një mos prokuror. Tash rrona të fjalë kolegi Arjan, që ka se prezidentin do të mbetet keq. Vërtet do të mbeten gjitha keq. Gjitha prokurit, me shkullën e 4 prokurorëve në speciale, mbeten keq gjitha prokurit. Ju përsheni tash keni ardhur pikërisht atë që e konstatova më herët. Unë besoj që deri në fund vitit kemi rajon plot procesi edhe ashtu, procesi e rekrutimit do të mbyllet, kështu që do të mirët vesh edhe për procesin e rekrutimit. Unë kam si propozim dhe me datë 31 që vazhdojnë transferi. Dhe atë do të kërkohet vendos. Dhe në fund vitit. Pak është që 31 funi vitit, për shkak se pastaj kemi edhe reformën brenda këshillit, besin pozën edhe status quo. Të paktën e kisha Jo se na nga praktika para provën e kisha para 31 vetëm 100 janë ditë, edhe diskutohet nga ky këshill. Do të thonë që na vendosim më të se këshirëm, se ta shëshojmë edhe rëthonat e reja. Se ja, gati, sa për bim, gati 3 muaj, se tash, 2 muaj e gjysë. Të me 31 është si... Pe praktikës kreti kemi bërë prokurorin Qela edhe të tjerët për 3 muaj mendimi jam është. Po një dëgja se tash ditën e fund. Qëre, ta dhe 29-in kanë, ne kemi sot 15-in. Të më thonë, së është fund vitit se ne vendosim me 31-in tash, po do të vendosim për parë, me që thatë, po e marim datën 15 të marse. Po, së është aja është të tem, me që thatë kush është për me gjatë mandatin dhe me 15 janar, edhe për të muj. Jetish, a ke po për abstenim apo? Po, ke abstenim. Një abstenim kundër s'ka, atë konstatojmë 7 vota për një abstenim. Gjazët mandati vendimi do të merë me kohë, vazhdan të prej datës 29 dhe me 15 janar. Dhe me 15 janar, dhe më thonë, është për ju tjetër. Faleminderit, kalon tash pikën e 9 vetëm e kemi trajtuar dhe kalon të pika e 10 e rendit ditës, si që kemi pasur në rend dite, njoftimi shpërfillimi i prokurorit zyre e prokurorit shtetit. Jemi njoftuar nga drejtorati sekretariatit për pensionimin e prokurorit Idajn Smali, që është prokurori në zyrën e prokurorit shtetit, i cili arrin moshën e pensionimit në datë 28 tetor 2025. Konforme 26 ligjit për këshillin prokural, duhet ta dërgojmë tek presidenti propozimin për lëmë nga detyra për prokurorin tjetër. Kjo është ligjore, atë vetëm me vërtet kush është kundër abstenim në kohë me 8 vota për konstatuar se këshilli mori vendim për lëmë nga detyra të prokurorit të shtetit zotë Idajn Smali për arsye të arritjes së moshës së pensionimit, të cili propozim do të shkojë te presidenti i shtetit. Faleminderit, kaloni pikën e 11 të ditës. Në këtë pikë e ditës e kemi shkresën e drejtorit ekzekutiv të Akademisë së Drejtësisë, zotit Enver Frizullan, i cili na ka propozuar ndryshime të parapara për zbatimin e programit tajnus për prokurorët e sapoemëruar, Gjenerata Dëmej. Pjesës së cilës të shtojë ca numër 1 me raportin e vlerësimit të statushmërisë së tajnimit fillestar në formatin 2+3. Në një të shkresës përcjellet e kjo në formë elektronike, besoj se keni pas mundësi me lexu, me shiku, dhe besoj që sipas shkresës rezulton se duhet të ndryshoj formati i tajnimit, duhet vend 6+6. Ajo që është me rëndësi, njoftohen gjithë se edhe normë e udhëzimit për normë nuk kemi nevojë me ndryshu, sepse ai parashën norma dhe në bazë vjetore dhe mënyrore, kështu që mbetet e njëjta dhe njëjta mund të zbatohet pa asnjë problem, nuk kemi nevojë asnjë akt ligjor me diskutuar dhe me ndryshu. E hapur diskutim, a ka dikush me diskutu, duhet shkoj si propozim i këshillit për ndryshim të programit tajnis. Duhet marrim vendim. Kush është për?
kundër, abstenim nuk ka. Atëherë me 8 vota për konstatojmë se Këshilli mori vendim që të propozoj bordin drejtues të Akademisë së Drejtësisë zhvillimin e realizimit të programit trajnues fillestar me ndarjen 6 muaj trajnim teorik dhe 6 muaj trajnim praktik. Faleminderit, kalojmë në pikën tjetër, me qenë se kemi procedura disiplinore, konformi në 14, paragrafi 3, ligjet të Këshillit për fjalë propozoj pika në vazhdim të trajtohet në 2 libra. Kush është për? Konstatojmë se pika në vazhdim do të trajtohet me 2 libra, me 8 vota për. Atëherë